ka një marrëdhënie apo një aleancë, po themi, interesash me Iranin, edhe shkëmbimesh armatimesh, të cilat ndonjëherë Rusia nuk i mban, edhe pse Irani i mban, siç ishte ajo e shkëmbimeve të dronëve me avionet, pra dronet që i dha Irani Rusisë për luftën në Ukrainë dhe avionet që nuk ja dha Rusia, sikur si ishte premtuar shkëmbimi, për shkak se tha jam në gjendje lufte, do të kompensoj pak më vonë. Pra historia gjatë e bërë shkurt është kjo, Rusia nuk ishte një faktor në këtë ekuacion, sikur se dhe ju e përmendët. Rusia tentoi të ofrohej si negociator, por nuk u përfill, as nga Europa, as nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, kështu që Rusia nuk ishte në këtë luftë. Në fakt, ka luftën e vet. Në qoftë se qëndrojmë në këtë zhvillim, kjo paqe apo kjo ndërhyrje e Shtetet Bashkuara të Amerikës lidhet me pasojat që mund të kishte për shembull ngushtica e Ormuzit, mos gaboj, për rritjen e gazit, naftës apo inflacionit që mund pësonte vende si Europa. Ka lidhje kjo ndërhyrje e Shtetet Bashkuara të Amerikës apo janë kontekste më të mëdha gjeopolitike që ndërhyrin Shtetet Bashkuara? Të dyja elementet apo të dy skenarët qëndrojnë. E para sepse Irani është eksportuesi i tretë më i madh në botë i hidrokarburëve. Dhe çështja është me mbylljen e kanalit të Hormuzit, ku Irani menaxhon apo zotron apo kontrollon pjesën veriore të kanalit dhe Omani pjesën jugore, me mbylljen e këtij kanali problemi më i madh vërtet është për Amerikën problemi i madh, por për çështje të hidrokarburëve të transportit, por problem edhe më i madh është për Kinën, një aleat tjetër të Iranit, jo aleat natyral, por aleat interesash. Sepse me rrezikun për vështirësinë e kanaleve botërore të tregtisë, Kina është ajo që preket e para, sepse është tregtari më i madh sot në botë. Kështu që Kina është e para që pavarësisht se ka aleat, nuk i intereson veprimi i aleatit, pra Iranit në këtë rast për mbylljen e kanalit të Hormuzit, po sigurisht ju e dini që nga historia edhe çfarë ka ndodhur kur u tentua të mbyllet kanali i Suezit nga Egjipti, forcat perëndimore, Britania e Madhe, Franca edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës u hodhën dhe thanë që ky është një kërcënim për sigurinë tonë, le të jetë pjesë e territorit tonë dhe ujërave territoriale dhe prone jotja është kërcënim për sigurinë time. Premton, nëse qëndrojmë në këto zhvillime, tashmë që u arrit paqja, kemi një paqe e cila do zgjasë apo do të ketë përsëri përplasje, se duket pak. Kjo është pyetje e rëndësishme. Është pyetje e rëndësishme, tash po të bëjmë parashikosin edhe mund të na dali, por ajo që unë besoj, e kam bindje personale është ajo që Izraeli asnjëherë nuk e mban fjalën. Siç ka treguar gjithmonë, në raport me Palestinën dhe në raport me gjithë linjën e mesme, Izraeli nuk e mban fjalën. Izraeli zotohet që nuk do të sulmojë Sirinë dhe ndërkohë gjen trupat toksore në Siri. Zotohet që nuk do të sulmojë një shtet sovran që është Libani, dhe ndërkohë godet, bombardon edhe thotë që jo po e bëra jo për të goditur Libanin, por për të goditur grupet e Hezbollahut atje në Iran. Zotohet që nuk do të bëj genocid në Palestinë, po ndërkohë bën shfarosje dhe genocid në duhet gjejmë fjalë tjetër, se ka humbur kuptimin fjalë genocid për atë që ndodhi në Gaza dhe vazhdon të ndodh edhe sot. Izraeli asnjëherë nuk e mban fjalën, nuk e ka mbajtur fjalën, që nga momenti kur është themeluar si shtet. Doni që të shkojmë në 46-ën apo në 48-ën kur u themelua dhe më pas mori rrëmbeu padyshim një kriminal nazist që ishte Eichmanni, po që e rrëmbeu përkundër legjislacionit ndërkombëtar, i bëri një gjyq përkundër legjislacionit ndërkombëtar, i bëri një gjyq i cili për krime që ishin kryer në një shtet tjetër, histori e gjatë. Po që nga atëherë deri më sot Izraeli nuk e mban fjalën sepse thotë interesi im është mbi gjithçka tjetër. Mbi ligjin ndërkombëtar, mbi parimet universale njerëzore, mbi normat e moralit etikës, nuk kanë rëndësi gjitha këto. Interesi i Izraelit është i pari. Dhe unë prandaj besoj, për të përgjigjur pyetjes thjesht, që lufta nuk ka mbaruar. Breton, edhe një pyetje të fundit dhe për shkak të minutazhit dhe për shkak të agjendës tuaj, sot po funksionon gjeopolitika mbi parimin e forcës dhe gjithto konventat, marrëdhëniet, apo çfarë kemi lexuar ne nuk vlen apo janë bullshit në formatin e gjuhës. Tani, kjo pyetje do duhet flasim bashkë një orë tjetër,
Po një përgjigje të shkurtër mund ta jap, një të sintetizuar. Do të ftoj unë që ta diskutojmë një ditë tjetër, një orë këtë temë, se sot na u koordinua pak ndryshe. Ju keni krijuar formate që nuk janë në presionin siç e ka televizioni klasik që ka pikërisht. Ne jemi prandaj kemi hapur për të qenë lirinë tonë. Po, edhe shumë suksese. Forca është gjithmonë prezente në marrëdhënie ndërkombëtare, njësoj sikur se është në marrëdhënie ndërnjerëzore. Pavarësisht se ne kemi zbutur me atë që njihet si kontrata sociale e iluministëve, me shoqëri ku kemi sundim të ligjit e kështu me radhë, demokraci e kështu me radhë. Në marrëdhënie ndërkombëtare padyshim që forca prevalon si një nga faktorët e konfigurimit gjeopolitik. Një shtet i fort, padyshim që gjeopolitikisht ka gravitet më të lartë. Forca do të vazhdojë të jetë gjithmonë aty. Një nga gjërat për shkakun që unë e shoh me çudi është analiza normative që bëjnë jo vetëm në media, po edhe në akademi për shembull, për të habitur, pra njerëz që habiten me idenë se si mund ndodhi lufta. Lufta dhe paqja janë komplementare në kuptimin e timeline-it të historisë njerëzore. Nuk mund